Përshëndetje të gjithëve. Është mëngjes edhe do dalim për shopping. Edhe këtu jemi me Amarin. Amari është te kjo karrocë vet. Edhe do ikim tani në një vend që janë dyqanet, që ju kam treguar edhe më përpara, pas te Gracia. Edhe do vemi atje të kalojmë ditën edhe do shohim ndonjë gjë, të blejmë ndonjë gjë, po i gjetëm ndonjë gjë, po na pëlqeu ndonjë gjë. Edhe do t'ju marrim me vete edhe juve, tham te ky vlog, të filmojmë edhe t'ju tregojmë se juve i keni shumë qejf këto shopping, kur bëjmë shopping, kur blejmë gjëra. Edhe të shohim edhe t'ju marrim edhe juve me vete. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Njerëz, jemi këtu në Pastet e Gracia edhe dola vajta tek Fendi. Provova ato syzet virale, nuk e di, besoj e keni parë që kanë ato logon e Fendit, një këtej dhe një këtej. Edhe më pëlqejnë shumë se janë fix për fytyrën time, por nuk e di, do shikoj edhe në vende të tjera, te Gucci te këto. Se ndoshta e gjej ndonjë model tjetër dhe pastaj bëhem pishman. Por që ishin syze fantastike, domethënë marrini shumë bukur. Nuk kanë çuar syze aq bukur për fytyrën time, se unë kam një fytyrë shumë të vogël. Edhe më duhet pak syze shumë e vogël. Edhe tani të shohim ndonjë tjetër, se pastaj bëhemi pishman edhe them se e bleva. No, Sí, esa tiene es muy corto. Sí, es muy corto. Sí, más bien es para cruzar. Otro. No quiere llevar esta parte. No le gusta. Njerëz ulëm këtu tani në një restorant që të ham pak bukë. Amari është ndërkohë në gjumë, është në diell edhe është shumë mirë. Edhe nuk mora syze që ju thash, mora diçka tjetër, do t'ju tregoj. Edhe kështu kaloi dita jon, bërëm disa blerje, edhe tani do ham pak ushqim se më hajt shumë bukë. Sa është ora? 2:30. Ora ka vaj 2:30, prandaj Amari ka vjetur sepse ka orarin e fjetjes. Kur ishim te Louis Vuittoni, Amari hyu qumësht, kaq. E pastaj e zuri gjumi. Edhe tani do ham ndonjë gjë. Sot nuk ka dietë, ashtu fix dietë, por që nuk kemi marrë shumë gjëra. Një picë, një klap sanduiç, edhe një nachos. Po do t'i ham bashkë, nuk është se do t'i ham shumë, vetëm një person. Edhe kështu njerëz, dita jon, do t'i tregoj pastaj në shtëpi, ose kur të kem kohë, do t'i tregoj dhe blerjet tona, se çfarë bleva sot. Ndërkohë Amari sot u kënaq se hapi edhe koha shumë mirë, doli dielli dhe ishte shumë ngrohtë, edhe u kënaq në karrocë duke parë njerëz, duke parë edhe kohën e mirë, se dje ishte shumë shik në Barcelonë, nuk më pëlqeu fare. Koha dje ishte shumë e zymë kështu. Edhe sot u kënaqem, ishte një kohë shumë e mirë edhe shumë e ngrohtë. Edhe të dalë shumë të shkurtra nuk është kot fare. Hearts beat to the city streets. We began to feel the Hello njerëz, nga disa ditë më vonë, neve kemi ardhur në një qendër tregtare, në pak më të madhe se ajo që vetë zakonisht unë. Edhe kam marrë disa gjëra në Primark, edhe disa gjëra për vete më rinë të mëdhaja, dua t'i ndroj që të provoj atje më mirë, sepse ajo masë që kisha marrë nuk ishte masa ime, kisha marrë një pijame small, por më duhen extra small me sa duket, se më rinë edhe të gjata, më rinë edhe pak të gjera. Më risi shumë të gjera, se të gjera i doja, po jo aq shumë. Edhe tani erdhëm këtu me Aleksi, na solli Aleksi me makinë, që mos të merresh me taksi sa andej tej, ta Aleksi do vemi bashkë. Edhe tani do vemi pak në Primark, se që ka shumë tregtare që shkojmë gjithmonë që kam afër me shtëpinë, nuk ka Primark, edhe na ka penalizuar kjo gjë, sepse atje unë shkoj në komunitet me taksi. Edhe na ka penalizuar shumë kjo pjesa, sepse duhet të vemi në përqendra të tjera që të marrim gjëra në Primark. Sot është edhe 8 marsi, edhe ju uroj të gjithave grave, nënave, motrave, gëzuar 8 marsi. Neve do dalim thjesht për këto gjëra dhe pastaj do të marrim me vete. Njerëz, neve u kthyem në shtëpi
Edhe erdha bëra një supë amari, se nuk ishte ngrënë gjë, vetëm ishte pirë qumësht, prap nuk e hëngri. Nuk i hajt fare, nuk i di ka zënë edhe barku, besoj se e ka nga dhëmbët, se po grindet shumë, ka ditë që edhe grindet. T'ju tregoj pak se çfarë bleva në Primark, me thënë kisha bler një kostum, bleva dhe një tjetër, kështu shpije, gjumi, por që u i mbajmë në shtëpi si bizhame, edhe doja t'i ndroj ato që ju thash që i kisha numër të madh, por kur provova atje numri tjetër më rinte pas trupit dhe më nuk pëlqenin pas trupit, unë i dua të lirshme, sepse duken edhe më bukur dhe Aleksi në fakt më tha të duken më bukur kështu, se sa ashtu pas trupit. E t'ju tregoj pak se mora 2 copë, tha Aleksi merre një tjetër se i pëlqyen, por i kanë pëlqyer dhe Aleksit kësaj rate. Mora bizhame të tjera, i mora kështu ngjyrë të zezë, mora masën small ka marrë, të tutave edhe të bluzës, më duket po. Edhe janë kështu, janë shumë të lehta, shumë të buta, të holla, edhe kanë vetëm pjesën këtu, e kanë me këtë lulen, por te kjo pjesa këtu më pëlqen shumë sepse rrin goxha bukur dhe të tregojnë goxha bukur në shtëpi. Mora dhe bluzën e saj, që është masa extra small, se më rinte më mirë se small këtu, se këtej nuk është se kam shumë gjersi. Edhe mora extra small, edhe më rinte shumë bukur edhe kjo. Edhe ka këto detajet si tantel kështu te krahët, i ka edhe këtu, edhe nuk e di, më ndjem shumë rahat me këto lloj bizhamesh. Pastaj të tjera ishin këto me qershi, ishte kjo baby blue, kështu, besoj se e keni parë se është bërë shumë virale kjo. Edhe është kjo kështu baby blue, me këto qershit e vogla, kështu që amari, kur i provova, unë që i kisha këtu në shtëpi që i provova, ngeli duke ja bërë kështu, duket sikur ikin. Edhe kështu, janë pak të gjata, sepse kështu është prerja e këtyre, por gjithsesi nuk na prish punë, sepse në shtëpi i kemi dhe dukemi më mirë ashtu. Edhe bluza është këtu, është extra small edhe bluza, edhe rinin goxha bukur, se më pëlqejnë se në rinin të lirshme, nuk rinin kështu të ngushta dhe të dukeshin kot. Tani, diçka tjetër do t'ju tregoj dhuratën tjetër, nuk është një dhuratë, po thjesht në këto kohë doja të bleja një çantë. Do të blej një çantë të mirë, tek Gucci. Domos Gucci është firma ime e preferuar, më pëlqen shumë, domos tek atletet, te shapkat, te sandalet dhe te çantat është shumë e mirë, edhe te rrobat, sepse ka rroba që i ka shumë të bukura. Edhe mora një çantë. Me këtë çantën e kam pas fiksi, edhe nuk dija në fakt këtë zgjidhje, sepse ishin 2 copë, isha midis dy çantave. Edhe mora këtë, e va tregoj pak, sepse e di që keni shumë qejf të shikoni këto gjërat pak më të shtrenjta, normal edhe unë kam shumë qejf të shoh. Vjen me këtë paketimin kështu, e ka të barë, lexon këtu prapë në të barë Gucci. Gjë që s'më pëlqeu shumë kjo, sepse pse nuk e kishte me një diçka, me një logo, me të kuqe për shembull. Siç kishte këtë paketimin kështu jashtë, ta kishte me këtë logon e kuqe kështu këtu, do duke më bukur se sa kështu e barë, duket shumë e thjesht. Edhe çanta është kjo këtu. Më pëlqeu shumë, është një çantë e vogël, mbahet kështu në dorë. Mund ta mbash edhe kështu, që ta hedhë me zinxhir, sepse e ka dhe zinxhirin. Zinxhirin e ka këtu. E ka të paketuar te kjo çanta këtu. Edhe ka dhe zinxhirin brenda, që s'po e hap tani, ne që se kam përdorur, kështu që nuk po e hap tani që t'ja vendoset edhe zinxhiri që mund ta bësh edhe kështu, mund ta mbash edhe në dorë. Nuk e di për këtu në krah, a mund ta mbajmë dot ajo, gjithsesi po ju a tregoj. Do ta bëj pak më kështu. Por më duket se mund ta mbajmë edhe këtu. Po. Mund ta mbajmë edhe kështu. Ka 3 versione, kurse tjetra që doja unë të dhe që isha midis asaj edhe kësaj, ishte që mund ta mbaje vetëm kështu në dorë. Ishte shumë e vogël se kjo të pak në nxoj gjëra, kurse ajo nuk nxinte as telefonin as gjë. Mund të nxinte një lip gloss, mund të nxinte edhe kartën e bankës, asnjë gjë tjetër nuk nxinte ajo. Edhe për atë mora këtë. E mbaj edhe kështu gjithsesi.
Edhe e mbaj edhe kështu, edhe pastaj vendos me zinxhir, kur dua ta vendos me zinxhir, për shembull kur jam me karrocë, me omari, çantat i kam më qejf ti mbaj kështu, se sa ti merr në përkras, sepse nuk më lejon ajo gjë. Edhe kjo ishte blerja time. Hello njerëz, nga disa ditë më vonë, nuk kemi filmuar fare këto ditë, edhe ka ngelur vlogu kështu e pa filmuar, pa mbyllur, sepse nuk kam patur fare kohë, për arsye se Amari ka qenë pak paterëzi, si ju kam thënë, ka qenë me barkë, me grinde her pas here, ushqim nuk ka ngrënë dhe aq shumë dhe mua më ka stresuar pak kjo pjesa, sepse ka për të nxjerrë, më duket se do t'i dalë në një dhëmë, edhe ka pak kështu si probleme, edhe tani edhe është pak stres në fakt, edhe për atë arsye nuk është se kam filmuar. Edhe tani tash të hap pak kamerën edhe të filmojmë pak, dhe se s'kam filmuar fare, s'kam bërë fare vlog. Po vendos pak skincare, dhe sot sot kam pas ditën e punëve për të pastruar shtëpinë, edhe pastruar shtëpinë nuk jam marrë fare me skincare-in. Thjesht kam rregulluar pak vetullën, kam larë fytyrën e kështu, por nuk jam marrë me skincare se s'kisha kohë në fakt. Nuk e qenë se merresha edhe me Amari, sepse nuk do të rinte, do të vinte në krah. Dje bëra dush edhe i bëra flokët me këtë që i bëj gjithmonë në panditësi, edhe kam dalë godra mirë. Kur i bëj kështu më rin pak më mirë flokët, kurse kur i lash të drejta më rin shumë të holla dhe nuk mund t'i duroj ashtu. Flasim edhe pak për dietën, sepse e di që i keni shumë qejf. Me dietën shumë mirë, vetëm se kur kam dalë në një ditë që kemi qenë jashtë që duhet të haja në një nga jashtë, por gjithsesi sasi nuk e kam ngrënë të madhe. Kam ngrënë një sasi të vogël ushqimi, kështu që besoj se s'kam bërë ndonjë dëm trupit aq shumë sa mund të haja një sasi të madhe me ushqim. Edhe besoj se shikoni barkun tim, e tregoj edhe këtu në profil. Edhe ky është barku tim, e kam patur goxha më të fryrë, por unë në fakt jetën time nuk është se kam patur shumë bark, por gjithsesi barku tani ishte edhe nga shtatzania, nga të gjitha këto, tani po bëjmë një vit që kemi lindur, kështu që trupi po shkon aty ku duhet. Edhe jam e lumtur sepse ndjehem shumë e shfryrë, sepse kam qenë goxha e fryrë në momentin që se kisha nisur akoma regjimi. Edhe besoj nuk e di, shikoni edhe juve se si është trupi, se si është barku, është goxha mirë, normal që do prap akoma, nuk them që është 100% perfekt, por më duket mirë, nuk e di tani shikojeni dhe ju, edhe këto bizhomet e Primarkut janë një dashuri, rin kaq bukur, edhe janë kaq të rehatshme, janë kështu stil i gjerë, edhe janë kaq të rehatshme, sa që nuk e di, më pëlqejnë shumë. Het edhe pak parfumin që përdor unë është ky nga Baccarat Rouge, edhe është goxha, kam mbaruar goxha sepse kam bler që vjet në qershor, dua ta mbaroj sepse erdhi qershori edhe s'kadoj kjo. Nuk bëjnë më parfumet, me sa di unë, me sa kam parë, parfumet nuk bëjnë më kur kalon ajo koha, nuk mbajnë më aq shumë sa mbani në fillim. Edhe për atë dua ta mbaroj, që kur të mbaroj këtë të marr ndonjë tjetër, se kështu jam me fiksime. Dua t'i ndroj gjërat, e dini ju tani, më njihni tani. Shkova dje dhe e pash këtë produktin, është kjo Bioskalin, besoj e keni dëgjuar, që është për rënien e flokut, për të dalë flokë të reja. Unë nuk është se më bie floku, por duan të më dalin flokë të reja dhe të më forcohet, sepse kam flokun shumë të hollë. Dhe kjo ishte shumë e mirë për atë gjë. Mora këtë, është një ampull, është që hidhet 25 pika një herë në javë, edhe ka vetëm këtë aplikatorin, ka vetëm një brenda, edhe bëte 50 euro. Për çmimin që domethënë goxha shtrenjtë ishte, sepse ka vetëm një ampull, edhe do t'i hedhësh 25 pika një herë në javë dhe të masazhosh pastaj atë skalpin.
Edhe besoj se do na bëj punë. Kam parë shumë vajza, shumë review që ju janë bërë flokët shumë të bukura. Një nga ato edhe Rejona Seqellarin që e ndjek që nga fillimet e saj që i ka pas flokët shumë të hollë, edhe tani me përdorimin e bioskalinës i ka flokët super shumë mirë edhe më pëlqen shumë. Është një nga blogeret që unë e ndjek shumë edhe më pëlqen shumë, përshtatet shumë si blogere. Sepse është kujdesur për flokët shumë tepër dhe i ka flokët super të bukura, më pëlqejnë shumë. Edhe kështu njerëz, ky ishte produkti i ri që mora për flokët, se mendova që flokët, rutinën e flokëve ta ndryshoj, të marr produkte të reja. Tani po më mbaron dhe shampoja e kerastazit edhe maska, edhe do t'i marr të gjitha nga Bioskalin, do t'i marr në farmaci dhe do ta provoj një herë, sepse ndoshta për flokun tim është më i mirë Bioskalin i farmacisë sesa kerastazi, edhe të shohim tani se cila do jetë më e mirë për flokun tim, sepse ndoshta ka flokë të tjerë që kerastasi ju ri shumë mirë, edhe mua më ka qëndruar shumë mirë, por dua që ta ndryshoj, se kam 2 vite që e përdor dhe tani dua të përdor një produkt të ri dhe të shoh se si mund të reagoj një produkt i ri në flokun tim. Dhe më keni pyetur edhe për vetullën, se si e bëj vetullën. Vetullën e bëj me këtë xhelin këtu, me këtë xhelin Trinova. Ka goxha produkte dhe nuk mbaron ashtu shpejt. Edhe tani e kam bërë vetullën, e kam bërë kështu me xhel, kam çuar kështu lart, e kam patur edhe laminim që kam bërë te Klaudia në Shqipëri, por tani besoj se ka ikur dhe nuk është ashtu 100%, duhet edhe pak xhel. Edhe këto njerëz, edhe këto janë të gjitha të rejat nga këto ditë që nuk kam filmuar fare. I kam bërë Amarit supën sot, ja kam bërë kështu kremoze, ja kam bërë me kungull portokall, ja kam bërë me patate, me presh, me karrot, edhe ka dalë shumë e mirë, shumë e shijshme, me pak vaj ulliri, edhe pak krips, se tani kemi filluar ta përdorim pak kripën, duke qenë se do bëjmë një vjeç. Edhe i ka dalë shumë e mirë, po Amari nuk është se hëngri, sepse nga që i dhash në mëngjes, i kam bërë pak vezë me banane, duke qenë se avokado nuk e ka shumë qejf dhe nuk e bëra me avokado, dhe ja shtypa vezën e zier kështu në pjatë, edhe bananën njëkohësisht e shtypa, edhe pastaj i bëra të gjitha bashkë. Edhe kështu mundohem të jap Amarit vezën, duke qenë se nuk është se po e pëlqen aq shumë. Edhe mundohem të jap ashtu, duke qenë se Amari bananën e ka qejf, edhe ndjen më shumë shijen e bananës, si është e ëmbël, se sa të vezës, edhe kështu që trazohen ato shijet edhe nuk e kupton. Edhe ka ngrënë të gjithë pjatën në mëngjes me vezë me banane. Edhe ishte goxha i ngopur, piu edhe qumësht edhe thjet i gjumë. Edhe kështu që kur të zgjohet nga gjumi, do t'i jap këtë supën që i kam bërë. Jeri edhe fundi i kësaj videos, sepse doja shumë që t'i bëj edhe një mbyllje kësaj videos, duke qenë se e kemi lënë kaq shumë pas dore pjesën e filmimit këto ditë, edhe shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video dhe bashkë do shifemi në videon e radhës. Ciao.